Situata është e qetë, pra është e qetë edhe për arsyen se u legjitimua politika e qeverisë së tashme. Si zakonisht zgjedhjet lokale konsiderohen si një test i politikave të qeverisë. Po. Zgjedhjet e fundit parlamentare ishin para më shumë se një viti, pra nuk është se kemi periudhë të gjatë të kësaj qeverisje dhe u dëshmua se politikat e qeverisë janë të pranueshme për qytetarët e Maqedonisë, si në atë të Maqedonëve, pra partia VMRO e cila u theq Partitë Maqedone dhe pushtetin, dhe kryeministri është i po asaj partie dhe kryetari i shtetit i po asaj partie dhe shumica parlamentare është e VMRO-s. Po ata kanë edhe koalicion, partia Vlen, e cila edhe pse nuk quhet si partia Vlen, është koalicioni Vlen, ku përbohen aty shumë parti shqiptare, dhe ata fituan te popullata shqiptare një fitore absolute. Pra, 8 komuna në mos gaboj, apo jo? Komunë. Besoj që i fituan të gjithë komunat, dhe kjo konsiderohet një fitore absolute, për shkak se kemi komuna urbane dhe komuna rurale në Maqedoni, tek popullata shqiptare, dhe të gjithë komunat urbane i fitoi Vlen. Pra se nuk janë shumë, pra e fituan Dibrën, e fituan Strugën, e fituan Tetovën. Gostivari nuk e fituan me sa diun. Gostivari nuk e fitoi asnjë, pra në Gostivar dështuan zgjedhjet. Arsyeja ishte për shkak se cenzusi ishte, pra nuk dolën njerëzit të votojnë. Po kush është kryetari i komunës aktualisht në Gostivar? Kemi krizë politike në Gostivar, pra nuk është e qartë a kemi kryetar komune apo s'kemi. Kuptoj. Për shkak se edhe kryetari aktual nuk është kryetar, është ushtrues detyre. Pra edhe është diskutabile, a është ai legjitim, sa e di unë nuk ka të drejtë të marrë vendime dhe të nënshkruaj, dhe pritet që qeveria të emrojë një të besuar të qeverisë, pra një administrator i përkohshëm, derisa të përsëriten zgjedhjet, dhe zgjedhjet besohet që mund të mbahen mbas 2 muajve, po mbas disave interpretimeve, ndoshta edhe mund të shtyhen zgjedhjet, për shkak se mund të ndodhë edhe ndryshime në ligjin për vetëqeverisje lokale, për shkak se edhe në vitin e kaluar kishim disa ndryshime të ligjit për vetëqeverisje lokale, dhe këta ndryshime që janë bërë së shpejti dhe shpesh, ka sjellur në keq interpretim se si do të jetë detyra e ushtruesit të detyrës apo kryetarit aktual, se a ka legjitimitet që të qëndrojë aty apo jo. Është çështje juridike të cilën do ta interpretojnë gjykatat në Maqedoni. Dhe tani pse fitoi Vlen, edhe pse nëse i shiqojmë numrat, partia opozitare me në krye Ali Ahmetin, ata fituan më shumë vota, mirë po ata ishin kvantitet. Çështja është të fitosh kvalitet, pra të kesh strategji. Këtë mund të marrim si shembull kur Trumpi e fitoi Hillary Clinton. Hillary Clinton kishte 3 milion vota më shumë, po përsëri ishte fitore absolute e Trumpit. Pra kështu i ndodhi edhe BDI-s, të cilat kishin një humbje dhe më me rëndësi ata e humbën edhe bastionin e tyre, pra Kërçovën, të cilën e kanë pasur gjatë këtyre 20 viteve, dhe ku i kanë marrur shumicën e votave, po jo vetëm që i merrnin votat, po edhe i vidhnin votat. Kishim në atë periudhë se unë kam qenë aktiv në politikën e Maqedonisë dhe isha në Partinë Demokratike Shqiptare, në atë kohë ishte kryetar Arber Xhaferi, dhe i mbushnin kutijet, sidomos BDI-ja në Kërçov, dhe startin e kishin ata 3 deputet plus. Dhe kur vinin për fundim rezultatet, si zakonisht ata dilnin fitimtar. Tani jo vetëm që e humbën, po më duket se ka fituar edhe një Maqedon, mos gaboj. Po, është e vërtet, Maqedoni e fitoi kryetari komunës, mirë po u zgjodh kryetari Këshillit Komunal dhe u zgjodh një shqiptar, pra ishte një koalicion mes Partisë Vlen dhe Partisë së Qeverisë VMRO. Pra nuk do të jetë që Maqedon do të kenë vendet absolute të komunës, pra do të kenë një ndarje të pushteteve. Dhe edhe pse propaganda e bën sikur është një tragjedi e madhe se ka fituar një Maqedon në Kërçov, unë nuk e shiqoj ashtu. Detyra e kryetarit të komunës është që të përkujdeset për zhvillimin e qytetit,
ai përfaqëson të gjithë qytetarët, jo vetëm një komunitet, duhet të përpiqet për pastërtinë e qytetit, për çështjet komunale, për dhënien e lejeve të ndërtimit, dhe nuk ka as pak rëndësia do të jesh shqiptar apo maqedon. Të paktën është mendimi im edhe pse mua më kritikojnë, unë them që në Gostivar, edhe pse shqiptarët e mbajnë pushtetin lokal të paktën në 30 vitet e fundit, mirë po ja që rezultati nuk është i kënaqshëm, kemi një haos urban, kemi pa pastërtinë nga të gjithë anët, dhe unë do të kisha votuar edhe një kryetar maqedon në Gostivar. Pra nuk kam asnjë problem kush do të përfaqësoj Gostivarin për shkak të etnisë apo fesë të tij, përderisa ai përkujdeset për çështjet komunale dhe për ta lehtësuar jetën e qytetarëve. Mirë po çështja është këtu se kryetarët e komunës pasi hynë në ato pozita, i harrojnë punët lokale dhe kanë aspirata që të bëjnë karrierë në pushtetin qendror dhe shfrytëzojnë Gostivarin për të bërë popularitet dhe për të marrë më shumë pjesë në pushtetin qendror. Kjo është edhe rasti i Gostivarit, ku Gostivari është anashkaluar, sidomos nga kryetarët e komunës, që mbasi e marrin atë funksion, i harrojnë interesat e gostivarësve dhe përpiqen që ta bëjnë pozita më të fuqishme në pushtetin qendror, duke u bërë edhe ministra. Pra kjo është edhe rasti i Gostivarit, ish kryetari i Gostivarit u bë ministër dhe e la Gostivarin me një ushtrues detyre dhe tani kemi krizë të funksionimit të komunës së Gostivarit. Mirë po këtu ndala më shumë në Gostivar për shkak se cenzusi ka dështuar në komunën e Gostivarit dhe në rrethinën e Gostivarit. Pra në kohë të komunizmit, Gostivari ishte shumë i madh dhe është ndarë në 3 komuna, pra është komuna e Vrapçishtit, komuna e Mavrovës dhe komuna e Gostivarit. Në të gjithë këta komuna dështuan zgjedhjet dhe arsyeja kryesore është për shkak të migrimit të madh. Pra për shkak të jo perspektivës, rinia e Gostivarit migron dhe nuk ka mbetur njerëz të dalin dhe të votojnë. Dhe kjo është një dëshmi se Gostivari është në të vërtetë nga gjithë komuna shqiptare është në një situatë shumë të vështirë ekonomike dhe pa perspektivë dhe ka erdhur në një krizë politike po ashtu.